Dhe njeriu mëkatar do t'i afrohet Zotit madhruar, e Allahu i madhruar do të lishon një perde mes tij, respektivisht mes këtij robi dhe njerëzve në përgjithësi që mos e dëgjojnë komunikimin e Zotit me këtë njeri. E Allahu i madhruar do t'i drejtohet njeriut mëkatar duke i thënë: robi im, a e kujton filan mëkatin që e ke bërë në dunja? Robi thot: po o Zot. A e kujton mëkatin, filan mëkati që e ke bërë në filan vendi? O robi im, thot: po o Zot. Atëherë Zoti i madhruar thot: robi mendon se është i humbur në këtë ditë, nga se fillon Zoti Xheleshanu t'ja kujtoje mëkatet që i ka bërë në dunja, por Allahu i jep si hariq, nga se Allahu Xheleshanu është mëkatfalës dhe si të tillë duhet të jetë në zemrat tona. Ta duhen Zotin Xheleshanu. Të kemi frikë nga dënimi i tij, por në të njëjtën kohë dashuria ndaj Zotit dhe shpresa në Zotin Xheleshanu duhet të jetë më e madhe, i nderuar i vëlla, pasi që mundohemi me mishe me shpirt të bëjmë vepra të mira. Allahu i madhruar i drejtohet këtij robi duke i thënë: robi im, ti kam falur mëkatet në dunja, ti fali edhe sot këto mëkate. Jam i kënaqur me ti si rob, dhe shko dhe hin në xhennetin tim. I thot një personi që ka pas mëkate, që Allahu Xheleshanu ja kujton mëkatet e tija, nga se Allahu e don një zemër që ka iman në Zotin e tij dhe është munduar që të veprojë edhe vepra të mira.